Mirëmbrëma miq, sonte ne do të ndalemi në një temë shumë të ndjeshme, por njëkohësisht shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë, të kuptojmë autizmin përtej paragjykimeve. Autizmi shpesh keq kuptohet, etiketohet apo shihet vetëm përmes sfidave, por në thelb ai është një mënyrë ndryshe e të përjetuarit, e të kuptuarit të botës. Për të na ndihmuar të kuptojmë më shumë, kemi në studio eksperten e zhvillimit, zonjën Silvi Mihali. Përshëndetje Silvi. Përshëndetje. Për herë kënaqësi të kemi në këtë studio. Edhe për mua gjithashtu. Dhe të falenderoj, mbetesh besnike e ardhjes në këtë studio. Flasim për autizmin edhe thuhet shpesh se autizmi nuk është një kufizim, por një mënyrë ndryshe për ta parë botën. Si e mendon? E drejt, unë nuk kam dëshirë që ta klasifikoj tek një kufizim, por tek një aftësi ndryshe. Kjo për arsyen se vetë spektri i autizmit është jashtëzakonisht i gjerë dhe nuk mund t'i referohemi vetëm një sasie të vogël fëmijësh që kanë vështirësi ekstreme, por një pjesë tjetër shumë të madhe, të cilët kanë vërtet aftësi ndryshe, që kanë gjëra të cilat unë dhe ti mbase do donim t'i kishim dhe si kemi dot, memori të jashtëzakonshme, aftësi për të mësuar gjuhë, aftësi për të memorizuar rrugë, aftësi për të thënë përmendësh gjëra, aftësi për të komunikuar apo për të shkruar, për të lexuar në një moshë të hershme. Kështu që unë do preferoja të shikoja si një aftësi ndryshe. Po, e vërtet, aftësi ndryshe. Kanë nga një pikë të fortë të zhvilluar. Cilat janë disa nga sfidat kryesore të një familje që ka një fëmijë me autizëm, por gjithashtu edhe shpresat për të ecur përpara? Sfidat do ishin të shumta dhe do doja të citoja disa prej tyre. Që nga fillimi është pjesa e diagnostikimit. Ka prindër të cilët mund të kenë ndoshta ato dyshimet e tyre që diçka nuk shkon rreth fëmijës së tyre dhe kur shkojnë te pediatrit e parë të familjes, nuk ju konstatohet vështirësia që është shumë e rëndësishme të evidentohet në moshë të hershme dhe për shkak të ndërhyrjes. Po. Ndaj kjo pasohet pastaj edhe me vështirësi të tjera, siç është se ku do shkojnë që të marrin terapi. Të paktën referohem nga pjesa e Tiranës, ka disa qendra shtetërore të cilat ofrojnë terapi pa pagesë, por kapaciteti i tyre është i limituar dhe koha që ju ofrohet fëmijëve gjithashtu është e kufizuar. Mund të jetë 2 apo 3 herë në javë nga 45 minuta, ndërkohë që nevojat e tyre janë shumë më të gjëra se sa kaq. Vështirësi tjetër është vetë marrja e një diagnoze për një familje është shpesh një dramë. Dhe mënyra se si personat, prindrit e përjetojnë është një mënyrë ndonjëherë e pandihmuar dhe nga familja e ngushtë, e pandihmuar edhe nga shoqëria e gjerë. Dhe në këtë pikë ata të gjendur në një nevojë si kjo, në një diagnostikim të fëmijës së tyre gjejnë veten ndoshta edhe të pakuptuar, dhe të diskriminuar, ndoshta edhe të ndonjëherë të qesëndisur nga familja që ju po e zmadhoni, po e egzagjeroni, situata nuk është kjo. Dhe të gjendur në një rreth të tillë ka një presion të lartë mbi familjen. Kështu që do të citoja pastaj pjesa tjetër e komunitetit dhe e shoqërisë që janë shumë të rëndësishme. Ne nuk jemi vetëm pjesë e një familje, ne jemi pjesë e një fisi, jemi pjesë e një komuniteti, jemi pjesë e një grupi të madh social dhe mënyra se si çdo individ reagon dhe i bën ata të ndihen është tjetër e rëndësishme. Do e themi ndoshta edhe pak më mbrapa se si ne mund të ndihmojmë më shumë, por qoftë dhe suporti emocional do të ishte jashtëzakonisht i nevojshëm. Po. Shumë familje që njoh unë edhe kanë fëmijë me autizëm e përjetojnë si një traumë në jetën e tyre, si një dënim në jetën e tyre. Nuk është e lehtë përballja në fakt me raste të tilla. Sa e rëndësishëm është zbulimi i hershëm për zhvillimin e fëmijës, sa vendimtar. Është shumë vendimtar në mënyrën se si do të ecë ky fëmijë mbas ndërhyrjes, që do të thotë sa shanse do t'i ofrojmë ne këtij fëmije si shoqëri për ta integruar, për ta ndihmuar, për ta bërë atë më të aftë për veten e tij dhe për komunitetin. Kjo varet nga momenti se kur diagnostikohet, sa shpejt bëhet ky evidentim dhe sa më shpejt aq më mirë, për arsyeën e thjeshtë se neuroplasticiteti i fëmijëve, sidomos në grup moshën 1 deri në 3 vjeçare, është jashtëzakonisht i lartë krahasimisht me mosha të tjera, që do të thotë ndërhyrjet në këtë grup mosh janë ndërhyrje të jetë efektive me rezultate shumë të larta, sepse sjelljit ende janë instaluar. Aftësitë ende nuk janë formësuar dhe kjo bën që një ndërhyrje hershme, një evidentim i hershëm do sjellë rezultate të jashtëzakonshme.
Ndaj, unë kam si një lloj thirrje ndaj prindërve që nëse ata vënë re gjëra që nuk shkojnë tek fëmijët e tyre, është shumë e rëndësishme të drejtojnë profesionistëve. Dhe është konfuze edhe kjo pjesë, sepse prindrit shkojnë te pediatrit, janë mësuar që kjo është figura kryesore e cila menaxhon anën fizike të fëmijës së tyre, por jo atë zhvillimore. Në këtë rast, unë do rekomandoja që të bësh një vlerësim në ekip me pediatër zhvillimi, me psikiatër për fëmijë apo me ekspert zhvillimor, dhe ky lloj evidentimi në moshë të hershme do të bënte që ata të marrin ndihmën e duhur, familja të marrin ndihmën e duhur, dhe absolutisht gjithçka është të jetë më e lehtë sesa kjo të zhvendoset në moshat shkollore. Ka raste që presioni i shoqërisë është i tillë që prit se fëmijët sot po flasin me vonesë. Kështu foli dhe fëmia im. Neglizhojnë pak. Mund ta neglizhojnë apo mund ta lënë prindin të qetë për pak kohë, dhe ai nuk është se bën një veprim apo të ndihmoj fëmin e tij derisa mosha 5 apo 6 vjeçare. Ne e quajmë një moshë të rritur për ndërhyrje, jo një moshë të hershme. Mosha e hershme do ishte brenda moshës 2 vjeçare. Brenda moshës 2 vjeçare. Cilat janë disa nga shenjat, përveç pjesës që ti përmende të folurit, që prindrit duhet të vënë re edhe duhet t'i shtyjnë, t'i nxisin të shkojnë tek pediatri? Shenjat më kryesore janë që të kthimi buzëqeshjes sociale, që ndodh rreth moshës 4-6 mujore. Është komunikimi dhe kontakti me sy. Qenit njerëzore kanë një komunikim dhe kontakt me sy në mënyrë të menjëhershme dhe në moshë shumë të hershme. Imitimi, gjua verbale, jo vetëm, nuk është vetëm gjua indikator. Loja, imitimi, nëpërmjet lojës apo nëpërmjet veprimeve të tjerëve, si dhe sjellje të cilat ne i quajmë sjellje stereotipe, që janë sjellje përsëritëse, që mund të ndodhin me objekte apo me gjymtyrët e tyre. Këto janë disa shenja domethënëse për t'ju drejtuar, le të themi, profesionistit për zhvillimin e fëmijës në mënyrë që të diagnostikohet apo të depistohet se çfarë po ndodh, çfarë është kjo gjë, si mund ta ndihmojmë fëmijën tim. Si mendon Silvi, sa e përgatitur është shoqëria jonë edhe sa e përfshirë për të mbështetur fëmijët me autizëm? Do të gënjeja nëse do thoja që është e përgatitur dhe është mbështetëse. Në të kundërt, shoqëria jonë vuan nga një lloj paragjykimi dhe distancimi të individëve që kanë nevoja të ndryshme nga tonat. Dhe kjo do të ishte një thirrje për shoqërinë tonë, sepse nëse një pjesë e shoqërisë tonë vuan, gjithë shoqëria jonë në një farë forme do të vuaj. Bashkë me një fëmijë i cili është në çrregullimin e spektrit, ka një familje, ka një fis. Gjyshrit, gjyshet, dajat, tezet, hallat, ka një komunitet. Dhe nëse ne këtë pjesë të shoqërisë nuk e mbështesim, nuk po them, mbështetja numër 1 është thjesht pranimi. Dhe thjesht nëse dikush ka një nevojë si qenie njerëzore ne të veprojmë, jo t'i shikojmë me sy të gjykues, me sy të përjashtues. Dhe këtu do kisha një thirrje për të gjithë prindrit në përgjithësi, të cilët kërkojnë që nga kopshtet të hiqen fëmijët e çrregullimit të spektrit sepse bëjnë sjellje apo bëjnë zhurmë, apo kërkojnë t'i largojnë nga shkollat, apo nuk i duan nëpër lodrat që ta shkojnë. Ky është një lloj diskriminimi i cili absolutisht nuk e ndihmon këtë pjesë të shoqërisë. Por ne pastaj na bën diskriminues dhe na bën të pandjeshëm dhe na bën të pakujdesshëm për një pjesë të shoqërisë që, me thënë të drejtën, asnjë nga ne nuk ka imunitet. Nëse fëmia anipe pëmbes e tij mund të ketë një vështirësi të kësaj natyre. Dhe duhet jemi të ndjeshëm dhe kur i ndodh tjetrit, jo vetëm kur e kemi një problem personal. Duke qëndruar çdo ditë, 8 orë në ditë unë jam me prindrit e fëmijëve që kanë vështirësi në zhvillim, duke përfshirë këtu edhe fëmijët e çrregullimit të spektrit, dhe unë e di se çfarë vojnë ata. Që nga një vështrimi i shtrëmbët në autobus, apo në trotuar, apo në radhat e supermarketeve, apo në shkolla, nuk po them që është e thjeshtë që të kemi, le të themi, një mbështetje si shoqëri, por le të kemi një moment fillestar. Le të kemi një moment fillestar që është përtej human, është një kërkesë, është një kërkesë e shoqërisë sot për të respektuar individët që janë ndryshe nga ne. Si e shikon rolin e institucioneve, përfshirë dhe shkollat? A duhet të kenë një gjithëpërfshirje më të madhe? Shkollat, mendoj që kapaciteti i shkollave tona është duke u rritur në këtë aspekt, në këtë drejtim, dhe kjo është një gjë shumë pozitive, sepse po shtohen staf shoqërues, mësues, mbështetës tek fëmijët. Sërish mendoj që duhet të ketë një përfshirje më të gjerë
dhe të profesionistëve të tjerë që tek pjesa se si të integrohet një fëmijë në klasë, se si të ndihmohet një fëmijë për të arritur maksimumin e potencialit. Është ndryshe që një fëmijë thjesht të shkojë në shkollë dhe të dalë nga shkolla, dhe është ndryshe të shkojë në shkollë dhe të marrë nga shkolla. Dhe ne këtu jemi për të patur cilësi. Gjithsesi, për sa i përket, këtu kemi mungesë të qendrave rezidenciale, kemi mungesë të shkollave speciale. Është vetëm një shkollë në të gjithë Tiranën që është Luiz Gurakuqi dhe nuk ka shkolla të tjera. Do të ishte jashtëzakonisht e nevojshme, sidomos qendrat rezidenciale dhe shkollat ndryshme speciale, përveç shkollave që ne i kemi dhe mund të kemi integrimin e një pjesëve të fëmijëve, ne kemi nevojë për shkolla të cilat i specializojnë këta fëmijë, për shkolla që i bëjnë gati për tregun e punës. Ka fëmijë që si janë fëmijë kthehen në individ të rritur dhe ata kanë nevojë që e kanë kapacitetin dhe kanë mundësinë për të punësuar, dhe këtu pastaj futemi dhe me politika sociale për të patur dhe për të gjetur vende pune. Por këto janë zinxhir. Fillojnë që nga ndryrja e hershme, pastaj deri në finalizimin e punësimit. Po, rikthehemi pak tek pjesa paragjykimeve, sa i vuajnë prindër që kanë një fëmijë me autizëm paragjykimet, po qoftë edhe mungesën e informacionit, nga eksperienca kontaktet që ke patur me ta. Mungesa e informacionit ndonjëherë shkon deri në pikën banale që mendojnë që është një sëmundje ngjitse. Dhe kjo është e trisht. Çrregullimi i spektrit është një çrregullim neurobiologjik që nuk ngjitet, nuk kalohet. Ai individ e ka të vetën dhe nuk është problematik për të tjerët, sesa mund të jetë në vetvete vështirësitë e veta. Prindrit ndihen të lënduar, ndihen të pakuptuar, ndihen të pambështetur. Lodhja e tyre është reale. Sidomos prindrit që kanë fëmijët në çrregullimin e spektrit në nivelin e 3 apo nivelin më të rënd, janë prindër të cilët kanë nevojë për shumë suport. Janë prindër që ndoshta janë vetë pa gjumë. Janë prindër që kanë kohë që nuk dalin të kenë një kohë me veten e tyre, sepse nevojat e fëmijëve të tyre mund të jenë goxha të larta. Kështu që në këtë prizëm shoqëria ka nevojë të jetë mbështetëse, empatike, jo mëshiruese. Nuk ka nevojë njëri për mëshirë, është e nevojshme të ofrosh këtë lloj reagimi, por mbështetja qytetare është një mbështetje civile që ne na duhet shumë, që është që të informohemi, ta ndihmojmë një individ që të menaxhojë qoftë një situatë në rrugë me fëmijën e tyre, apo të jenë duar hapur dhe krah hapur institucionet e kopshteve mosbërën selektive të shkollave dhe të pranojnë këto individ. Siç ka pastaj dhe individ të spektrit të cilët janë të jetë të përgatitur, të kualifikuar, të gatshëm për të vazhduar shkollat apo për të vazhduar punët pa sistem suporti. Po, ka edhe raste të tilla më të lehta për menaxhim. Çfarë këshille konkrete do t'u jepje atyre prindërve që sapo kanë marrë një diagnozë të tillë për fëmijën e tyre? Këshilla e ime do të ishte që të mos vonojnë ndërhyrjen tek fëmia e tyre. Ndërhyrja të bëhet intensive në mënyrë që të arrijnë maksimumin, qoftë zhvillimi i tyre gjuhësor, qoftë zhvillimi social, të zhvillimi emocional, dhe nga ana tjetër prindrit të pajisen me informacion dhe të trajnohen se si të punojnë me fëmijën e tyre. Në fund të ditës ata janë individët e përfshirë 24 orë në 7 ditë të javës me fëmijët e tyre. Dhe kur prindrit fuqizohen me informacion, bëhen të pamposhtur. Cilat janë disa nga terapitë më të mira? Pra, çfarë terapish bëhet fjalë? Terapia duket si një fjalë e madhe. Në fund të ditës është një lloj mësimdhënie. Një mësimdhënie e cila është e individualizuar, është e ndarë me hapa të vegjël, të përftueshëm nga ana e fëmijëve. Terapiet janë të tilla, është terapia gjuhësore, terapia për komunikim dhe për lojë, është terapia për socializim, kemi edhe terapi për aftësi akademike, ka terapi natyrale, e cila bëhet në mjediset natyrale ku fëmia mund të gjejë vështirësi, pra është një formë integrative, e cila është një formë e gërshetuar për të gjitha nevojat që fëmia ka. Dhe menaxhimi sjellor absolutisht është një qendër e tyre. Dhe ofrohet nga një ekip i cili është multidisiplinar dhe është një ekip i kualifikuar për të dhënë të gjitha këto forma terapish. A vazhdon terapia gjithjetën? Në disa raste po, në disa raste jo. Kjo varet nga diagnoza, prandaj është shumë e rëndësishme që diagnoza të bëhet e saktë dhe e qartë. Ka fëmijë të cilët marrin terapi ndoshta për 2 vitet e jetës së tyre apo 3 vitet e jetës së tyre dhe pastaj janë totalisht të gatshëm për të vazhduar sistemin shkollor, me ndoshta në një ndihmë të lehtë hera herës nëpërmjet prindërve apo nëpërmjet takimeve me ta, dhe ka fëmijë pastaj që integrohen totalisht në sistemin shkollor edhe më pas. Ka fëmijë të tjerë të cilët e kanë diagnozën më të rëndë, e cila pastaj
ka brenda profilit të saj vështirësi më madhore, sfida më madhore, dhe këta individ mund të kenë nevojë për një suport më afatgjatë. Do isha më shumë partizane që prindrit të trajnoheshin, jo të japin terapi pafundësisht gjithjet në tyre, po të trajnoheshin dhe të ishin ata që do siguronin këtë lloj ndërhyrje për fëmijët e tyre. Pra në mënyrë që të punojnë vetë prindrit me fëmijët në shtëpi në mënyrë të pavarur. Po. A keni pasur ose a keni raste suksesi ku një fëmijë me autizëm pas terapive ka pasur zhvillim shumë të mirë? Pra, a është suksesi absolut me këto terapi? Deri ku? Atëherë, nuk do të citoja një rast, po do të citoja 10. Dhe këto raste, të cilat kanë pasur sukses, kanë qenë motivi numër 1 për mua si profesioniste për të vazhduar. Dhe për të vazhduar të bëj atë që unë bëj, për të parë dhe fëmijë të tjerë që restaurohen dhe familje të tjera që restaurohen në pjesën sociale dhe të funksionalitetit. Terapia pastaj ka disa dinamika, e para është që shpeshtësia e saj, mosha që jepet dhe sa prindit përfshihen në këtë proces. Dhe çfarë diagnoze ka fëmia, kështu që kemi disa elemente të cilët e bëjnë terapin të suksesshme ose të pasuksesshme. Meqense po flisim për rastet e suksesit, ndoshta ndër fëmijët e parë që unë kam trajtuar janë në universitet sot, bëjnë jetën e tyre. Çfarë bekimi? Janë të arrirë në aspektin intelektual. A mund të kenë gjëra të vogla, absolutisht, për janë gjëra që nuk i prishin fare punë, për jetën e tyre, për funksionalitetin e tyre, dhe janë fëmijë totalisht të integruar një jetë totalisht normale. Ndërkohë, a mund na tregosh pak nga eksperjenca jote, çfarë na mëson autizmi për dashurinë pa kushte? Unë nuk e shikoj dot si diagnozën, ato fëmijët i shikoj ata që janë, nuk ka dy fëmijë njësoj, janë shumë të ndryshëm. Dhe janë fëmijë që kur ti do pa kushte të duan 10 herë më shumë. Kështu që unë më shumë marr se sa jap në këtë rast. Dashuria pa kushte është që ti e do pavarësisht se ai fëmijë ta shpreh me fjalë apo jo atë gjën, që ai të do mbrapsht. Por ndërkohë nuk ka asnjë rast që ti jep dashuri dhe ti ikën kot. Dashuria merret dhe përftohet nga këta fëmijë. Sa bekim. Ndërkohë, cilat janë disa nga terapitë specifike që ofroni në qendrën tuaj, ABA We Love Children? Atëherë, terapia themelore që ne ofrojmë është terapia ABA, e cila është me përqasje sjellore dhe ka shumë teknika të saj. Ofrojmë terapi gjuhësore të variantit logopedik, ofrojmë terapi sociale, e cila është për të rritur aftësitë sociale tek fëmijët dhe emocionale tek ata. Ndërveprimin ofrojmë terapi në lojë, terapi loje për të zhvilluar aftësitë e lojës tek fëmijët. Ofrojmë terapi në grup, e cila pastaj ndihmon pjesën e zhvillimit të teorisë të mendjes dhe aftësive të cilat janë shumë të rëndësishme për vazhdimsinë e këtyre fëmijëve në jetën sociale. Po, dhe duke nisur nga mosha 2 vjeç e sipër, kemi pasur dhe raste 10 muajsh që kemi marrë për terapi. Edhe 10 muajsh, që 10 muajsh. Kur prindit kanë qenë shumë të kujdesshëm për t'i parë herët, dhe kemi punuar absolutisht me gjërat që punohet me një fëmijë 10 muajsh, dhe kryesisht të drejtuar nëpërmjet lojës. Shumë bekim. Për ta përmbyllur gjithta, mund të na thuash një mesazh inkurajimi për atë prind që është duke përjetuar, po vuan emocionalisht? Unë do ta shikoja si një rrugë, si një tunel që në fund ka dritë. Por shumë e rëndësishme që prindrit të informohen, prindrit të fuqizohen dhe prindrit ta pranojnë fëmijën e tyre dhe të kënaqen me çdo arritje që fëmijët kanë. Dhe kjo do bëjë që jeta e tyre të jetë një jetë optimiste dhe të jetë një jetë pozitive. Falenderojmë për inkurajimin, Silvi, dhe për çdo këshill të vlefshme që na dhe sonte. Shumë suksese. Kënaqësi për mua, faleminderit. Të dashur miq, autizmi nuk është diçka për tu friksuar apo për tu paragjykuar, por për tu kuptuar. Çdo fëmijë është unike, meriton dashuri, meriton mbështetje, mundësi për të lullzuar. Rikthehemi pas pak në studio.